Thosha që përsa i përket reformës zgjedhore, duhet të kontaktoni me drejtuesin e këtij procesi nga ana jon, që është Damian Gjiknuri, i cili mund t'ju japi një panoramë të plot të qasjes son lidhur me këtë reformë. Unë personalisht e kam thënë gjithmonë dhe përsëris, ne jemi të hapur të dëgjojmë me durim çdo që ulet në tryezë për të folur dhe për të dëgjuar. Imponime edhe ultimatume edhe qëndrime të paracaktuara, besoj që është mjaftueshëm kohë e gjatë për të kuptuar që me mua dhe me ne nuk funksionojnë. Dhe një gjë mund të them që ne jemi shumë të interesuar për të ulur numrin e deputetëve të parlamentit. Dhe uroj që të ketë konsensus në këtë drejtim për të racionalizuar këtë gjë dhe pastaj nga këtu çdo diskutim tjetër është i hapur, ndërkohë që përsa i përket reformës administrative territoriale, procesi është zhvilluar në mënyrë shumë gjithëpërfshirëse në territor, janë bërë dëgjesa, janë bërë diskutime, janë bërë dhe aty procesin e drejton dikush që unë besoj që është njeriu që ka të gjithë kompetencën për të folur për këtë subjekt, i cili është shumë i përgatitur edhe i cili patjetër është një pikë referimi nëse ju doni gjëra më të detajuara, po themi. Ndërsa përsa i përket çështjes 2027-s, duhet ta përsëris që 2027 është një objektiv i vendosur bashkarisht. Por është lënë dhe një hapësirë që gjëja për një arsye apo një tjetër mund të ketë një zgjatje deri nga mesi i 2028-s. Kështu që jemi pak a shumë në të njëjtën gjatësi vale dhe për këtë arsye 2030 është vendosur si një objektiv, po themi, madhor, sepse pas negociatave është procesi i ratifikimeve, është procesi i miratimit nga shtetet, kështu që ai kërkon një kohë por 2027 është e bëshme dhe është aty e vendosur bashkarisht.